Masiv që shpërtheu në stallën e fermerit Gjin Toma në fshatin Barbulloj të Lezhës ka shkaktuar dëme të mëdha. Flakët që shpërthyen rreth orës 17 të pasdites së djeshme u përhapën me shpejtësi për shkak të erës së fortë, duke përfshirë gjysmën e stallës ku ndodheshin kryesisht bagëti të imta. Fermeri nuk arriti të ndërhynte për të shpëtuar kafshët, ndërsa për shuarin e flakëve u deshën 5 mjete zjarr fikse. Gjin Toma e cilësoi dëmin katastrofik, duke fajsuar rrjetin elektrik si shkaktarin kryesor të zjarrit. Ai thotë se mund ta rindërtojë stallën vetëm nëse merr mbështetje, pasi nga tufat e shumta që kishte, i kanë shpëtuar vetëm një pjesë e madhe e lopëve dhe një dele e vetme. Ndërkohë, shërbimi veterinar në Lezhë ka asistuar sot në groposjen e bagëtive të ngordhura. Bilanci i zjarrit është shumë i madh. Rreth 311 bagëti të imta dhe 11 gjedh janë djegur plotësisht në stallën e Gjin Tomës, i cili shprehet. Vetëm një ka pështu e 40 qingja. Edhe më kanë cof edhe 2 lop e 7 viqa. Edhe stalla është 230 metra katrore. 130 metra katrore. Po, totalisht, kjo. Kurse tjetërën kanë ardhur zjarr fikse, kanë lajmëruar zjarr fiksen edhe ma kanë shpëtu. A erdhën në kohë? Kanë ardhur në kohë, për nga largësia që ishin deri këto kanë ardhur në kohë. Duket se era... Nga era fort, ka qenë shumë erë fort edhe nuk u shifte asgjë, vetëm një dele, nga delet vetëm një ka pështu, një dele. Edhe 100 që pa të shpëtuar, edhe ai cofi ka cofë sot. A është dëm i madh për ju? Po ç'a të bëjmë tani? Dëm shumë i madh është, po s'kemi ç'të bëjmë. Paka shumë. Qa vjen nga Perëndia, nuk kemi ç'të bëjmë. Keni shpresë se mund të ndihmoni nga shteti, keni një thirrje? Na i kemi bërë gjitha tani, po na animoj mirë, s'na animoj shnok vetë. Paka shumë dëmi që është shkaktuar sa është një përllogaritur? I për llogaritur tani shumë është, po nuk e di sa, me bazë me llogari me lapë si kam bërë, po shumic. Paka shumë sa mund të jetë? 90 milion. Funksionerisht si biznes? Po. Jam me nipte me gjitha me nip të rregullt, me numër, me gjitha të matrikullu, me gjitha. Po na animoj shteti do i bëjmë përsëri. Po s'ta animoj, do të fillim të heqim edhe këto si kemi, sipas asaj, sipas mundësive që na jep.